Janë zbardhur kërkesat që kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi i ka drejtuar kryeministrit Edi Rama. Në një njoftim shpërndar për mediat nga Bashkia e Shkodrës bëhet me dije se kryetaria e Bashkisë i ka bërë prezent kryeministrit disa shqetësime të cilat lidhen me Shkodrën. Nga këto shqetësime rënditen çështja e përmbytjeve në Shkodër, ku prej më shumë se 2 vitesh në këtë zonë janë realizuar investime të papërfillshme në vepra kulluese apo pritse, ndërkohë që nuk është realizuar dëmshpërblimi i përmbyturve me pagesat e detyrueshme referuar VKM-s për dëmshpërblimin nga përmbytjet, gjë që do të duhej të ishte kryer tashmë. Një pikë tjetër ka qenë ajo e investimeve në Shkodër. Sipas kryebashkiakes Ademi, aktualisht në vitin 2016, Këshilli i Ministrave me VKM numër 90 për shpërndarjen e fondit të investimeve për ujitje dhe kullim, përsëri Shkodra është diskriminuar, duke marrë vetëm 2% të fondit total të investimeve për ujitje dhe kullim, më pak se të gjitha bashkitë, ndërsa bashkitë Fier 26%, Korç 12% dhe Vlorë 11%. Duke u kthyer tek buxheti i këtij viti, zonja Ademi theksoi se procesi i transferimit të funksioneve të reja, ujitje dhe kullim, shërbim zjarfikës dhe sidomos shërbimi ujësjellës, po zvarritet. Procesi nuk monitorohet dhe ka ecejake, tërheqje mbrapsht të procedurave, rezistencë për të kryer transferim detyrën e përcaktuar me ligj nga ministrit dhe drejtoritë përkatëse. Sigurisht, kjo dëmton punën, dëmton shërbimin, shpenzon energji e kohë e mund të panevojshëm, pa mundësi për ofrimin e shërbimeve. Një nga pikat kryesore të diskutimeve ka qenë çështja e stadiumit Loro Boriçi, vepër e rëndësishme për qytetin e Shkodrës, të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme, duke plotësuar të gjitha standardet e nevojshme të kërkuara nga shteti shqiptar dhe nga UEFA, por në të njëjtën kohë, si kryetare e Bashkisë së Shkodrës, zonja Ademi ka insistuar që interesat e qytetarëve të mos cënohen, prandaj duke u lutur që të rishikojnë një tjetër mundësi, një tjetër opsion real për të zhvendosur parkimin e kërkuar në fazën e dytë, në mënyrë që të shpëtojmë shtëpitë respektive, ku nënvizoj faktin që kemi të bëjmë me vila disa katëshe, të ndërtuara dhe të restauruara kohët e fundit, po ashtu edhe me bizneset që kanë punësuar mbi 20 persona. Në qarkun e Shkodrës, sipas zonjës Ademi, shkalla e korrupsionit në institucionet shtetërore vazhdon të jetë e lartë, duke u referuar këtu zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme apo edhe institucioneve tjera në shëndetësi dhe arsim që abuzojnë me drejtat e njerëzit dhe punësimin e tyre duke marrë rishfet. Sot në Shkodër kemi heqje diskriminuese të njerëzve nga puna apo presion për shkak të vendit të punës. Trajtimi diferencuar i bëhet biznesit, duke e klasifikuar atë në të majtë e në djathtë, dikush paguan taksat e gjobën e dikush nuk i paguan taksat. Bashkia Shkodër mbetet e angazhuar të punojë për zgjidhjen e një mori problemesh dhe sfidash krijuar së fundmi nga reforma territoriale për të siguruar shërbime për qytetarët në një nivel më dinjitoz dhe në çdo pjesë të territorit të bashkisë. Për këtë kërkohet një trajtim pa paragjykim nga qeveria shqiptare si pjesë e përgjegjësisë së përbashkët ndaj qytetarëve.